Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi të njëjtën se Shtetet e Bashkuara kanë siguruar akses të plotë dhe të përhershëm në Grenland përmes një marrëveshje ekonomike me NATO-n. Kreu i aleancës deklaroi se angazhimi i shtuar në Arktik është i domosdoshëm për të përballur rreziqet në rritje nga Rusia dhe Kina. Njoftimi erdhi paralelisht me tërheqjen e kërcënimeve tarifore të Trumpit ndaj Europës dhe përjashtimin e mundësisë së marrjes së Grenlandës me forcë, duke sjellë një lehtësim të ndjeshëm në marrëdhëniet transatlantike, të cilat pritej të përballeshin me krizën më të thellë të dekadave të fundit. Thesa 180 gradësh e presidentit amerikan u reflektua mënyrë në tregjet financiare me rrimë kombëtar të bursave europiane dhe rikthimin e indekseve kryesore në Wall Street pra niveleve rekord. Megjithatë, mbeten pikpyetje mbi dëmet e mundshme të shkaktuara tashmë në besimin politik dhe ekonomik me salatëve. Danimarka reagon theksuar se sovraniteti i saj mbi Grenlandën nuk është në diskutim. Ndërkohë, shefja e diplomacisë së BE-s, Kaja Kallas, deklaroi se marrëdhëniet mes Bashkimit Evropian dhe SBA-s kishin pasur një goditje të rëndë gjatë një samiti emergjent të liderëve europian. Kryeministri i Grenlandës, Jens Frederik Nielsen, i mirëpriti deklaratat e Trump, por pranoi se detajet e marrëveshjes mbeten të paqarta. Ai theksoi se vendi është i hapur për bashkëpunim dhe partneritet, por sovraniteti mbetet një vije e kuqe që nuk mund të kalohet. Nga ana e tij, Trump, duke folur nga Air Force One, deklaroi se po negociohet një marrëveshje e re shumë më bujare për Shtetet e Bashkuara, duke shtuar se SBA-ja do të ketë aftësinë të veprojë për kufizime kohore me Grenlandën.